Vajza e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, zonja Ivanka Trump, ka mbritur në Vlorë rreth orës 10 të paradites të kësaj të mërkure. Me forca të shumta policore, vajza e presidentit Donald Trump, Ivanka Trump dhe bashkëshorti i saj, Jared Kushner, u akomoduan në një nga hotelet luksoze në zonën pregëtare të Vlorës, e ndërsa mbriti rreth orës 10 të paradites gati për një orë. Trump qëndroi në ambientet e hotelit dhe më pas është nisur në drejtim të Novoselës, zonës së Hidrovorit në njësinë administrative Novosel, por edhe në Zvërnec. Trump ka qëndruar për rreth një orë në hotelin luksoz që po ndiqni pas meje, ndërsa më pas është nisur në drejtim të Novoselës, Hidrovorit dhe Zvërnecit për një inspektim në zonën e cila cilësohet si strategjike e ku pritet të zhvillohet edhe investimi. Agenda Ivanka Trump dhe bashkëshortit të saj ka qenë shumë sekrete, megjithatë pas inspektimeve, ata janë rikthyer sërish në hotel, ku edhe kanë treguar. Vlera e investimit të projektit turistik Resorti Turistik i Ishulli Sazanit është e konsiderueshme, plotëson kriteret e parashikuara në licitacionin për investime strategjike. Gjithashtu, projekti i investimit i plotëson kriteret e punësimit të kërkuara nga legjislacioni për investimet strategjike. Përgjatë fazës së realizimit të investimit dhe operimit, numri i personave të punësuar parashikohet të jetë 1000. Projekti i investimit synohet të zhvillohet në ishullin e Sazanit, i cili ka një sipërfaqe totale prej 562 hektarësh dhe një sipërfaqe ndërtimi prej 45 hektarësh. Projekti i investimit do të ndahet në 3 faza shumë të rëndësishme. Sipas planit, në Zvërnec do të ndërtohen mira njësi akomodimi në funksion të turizmit, ndërsa në ishullin e Sazanit po ashtu njësi të tjera akomodimi moderne.